بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashur vëllezër, sot jemi në ditën e Xuma, ditën më të mirë të javës, cilën Allahu Azza wa Jall e përzgjodhi si fest për besimtarët. Allahu Azza wa Jall urdhëroi gjinin mashkullore që të falin namazin e Xumas. Tha Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. O ju të cilët keni besuar, kur të bëhet thirrja për në ditën e Xuma, për namazin e Xuma, shpejtoni për në përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Shpejtoni që të falni namazin e Xumas. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thot Allahu Azza wa Jall, kjo është më e mirë për juve nëse jeni prej atyre të cilët e dini. Dita e veçantë, dita e madhe, ku në këtë ditë është një çast, ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në këtë ditë nuk ka ndonjë rob që e arrin këtë çast dhe është duke u falur dhe duke u lutur Allahut Azza wa Jall vetëm se do t'i pranohet lutja. Imam Buhariu rahimahullahu taala ndan mendimin se ky çast kërkohet tër ditën e Xuma. Dërsa dietarë tjerë, shumica e dietarëve anojnë se ky çast i pranimit të lutjeve është prej pas namazit të ikindis e deri në perëndimin e diellit, pra për namazin e akşamit. Andaj ju vëllezër, mos e neglizhoni, mos e bëni këtë ditë shëtitje, mos e bëni këtë ditë të humbjes së kohës, edhe pse është dita e fundit e javës, domethënë për ata të cilët punojnë, mirë po në këtë ditë besimtarit i takon që të lutet, nga se është i nevojshëm shumë për Allahun Azza wa Jall, që t'i pranohen lutjet e tij, të largohen brengat e tij, mërzitjet e tij, problemet e tij, për çfarëdo që ka nevojë, aluse Allahun Jalla fi ula. Andaj mos e humni kohën kot, prandaj të parët ton, selefët i gjenë se prej namazit të iqindis, ata vazhdimisht luteshin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ju shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.